E shton, dashi, plani nuk do të eci sipas parashikimeve. Një vonesë ose një anullim mund t'ju acarojë për shmangni reagimet impulsive. Demi, kujdes me portofolin, shpenzime të papritura ose blerje e gabuar mund t'ju prish humorin. Pinjakët, mos u besoni tash e themeve. Dikush mund t'ju përpiqet t'ju fusë një debat që nuk ju përket. Euforia, një keqkuptim familjar mund të krijojë tension. Mos insistoni të keni fjalën e fundit. Luani, dita nuk është në favorin tuaj. Prisni pengesa të vogla dhe mos merrni vendime të rëndësishme financiare. Pyqëresha, lodhja dhe stresi mund të ndikojnë në humorin tuaj. Merrni gjërat me qetësi dhe mos u ngarkoni. Peshorja, një premtim që prisit mund të mos mbahet. Mos e merrni personalisht, situata do të sqarohet më vonë. Akrepi, dikush mund t'ju zhgënjejë me sjelljen e tij, ruani qetësinë dhe mos veproni në nerva e sipër. Shqetëtari, kujdes gjatë udhëtimeve dhe lëvizjeve. Vonesat dhe ndryshimet e papritura janë të mundshme. Përqapi, një çështje financiare ose dokumentacioni mund të hasë pengesa, kontrolloni gjithçka 2 herë. Ujori, mos i besoni çdo informacioni që dëgjoni. Dita favorizon konfuzion dhe keq interpretim. Peshqit, mund të ndjeni të zhgënjur nga një person që se prisni t'ju mbështeste. Mos merrni vendime emocionale.